perandori dhe ka ngelur si e tillë pasi le themi territori i Iranit është goxha i madh, ka shumë nacionalitete që jetojnë atje dhe kuptohet që ka një regjim specifik që tash flasin për drejtat e njerëzit, është një çik pa sens dhe nuk na takon ndoshta neve, është populli iranian ai që duhet t'i bëj këto pyetje vetes, a dëshiron ai të jetojë në këtë lloj regjimi dhe a mundet, dhe është prerogativa e tij të vendosi. Por kur flasin për drejtat e njerëzit, pse nuk flasin për drejtat e njerëzit për shembull në Arabinë Saudite? Sauditët janë më demokratik se sa Irani. Prandaj këtu sigurisht që janë interesa geopolitike, strategjike, ekonomike, në radhë të parë ekonomike, sepse të gjitha luftrat bëhen për ekonominë. Domethënë për të fituar, për të marrë le themi kontrollin ndaj domethënë shpërndarjes dhe shitjes së naftës dhe të gazit, që është, siç e dim, ngjiri persik është pika kyçe botërore, le të themi, në këtë drejtim. Prandaj dhe këto gjëra përputhen edhe me dëshirën, le të themi, luftënxitëse të Izraelit, që ka qenë gjithmonë një faktor destabilizimi. Po nga njëra anë, kur flasim për destabilizim, nuk bëhet, domethënë, destabilizimi pa aftësinë totale të vendeve arabe, dhe atyre nga njëra anë mirë t'ju bëhet, sepse janë të gjithë njëri kundër tjetrit, domethënë, dhe Izraeli gjithmonë në mënyrë shumë finoke ka përdorur atë strategjinë e Cezarit për çave sundo. Prandaj situata ishte shumë e volitshme. Izraeli sigurisht që është, domethënë, ai që i hedh benzinë luftës vazhdimisht, mirë po Shtetet e Bashkuara të Amerikës shikojnë tashmë dhe në një farë mënyrë dhe interesat e veta do të shikojnë, do të jenë të detyruar të shikojnë. Prandaj dhe presidenti Trump deklaroi që për 2-3 javë lufta do të përfundojë. 3 ditë përpara kësaj diçka dinte Putini, që deklaroi të njëjtën gjë. Domethënë ka mundësi që këtu ka dhe ujdira që ne nuk i dim, por që aty lart i kanë vendosur që do bëjmë kaq luftë për të arritur kuotën, për shembull, të naftës edhe gazit. Në këtë lloj çmimi ti fiton kaq, unë fitoj kaq. Domethënë janë pazare superfuqish, po sigurisht që nuk flitet këtu për në një marrëveshje të Rusisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për këtë luftë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë pyetur asnjëri për këtë luftë përveç Izraelit. Por sidoqoftë në një farë mënyrë Rusia është e moderuar por për krah Iranin, por edhe po të shikojnë domethënë retorikën, domethënë duke që dënojnë luftën etj. Ndihma është kufizuar, domethënë të paktën publikisht deklarojnë që neve ndihmojmë në anën humanitare. Pra ndruhen të thonë që ndihmojnë dhe në anën ushtarake. Megjithse ministri i jashtëm Lavrov ka deklaruar që neve ndihmojmë edhe me materiale ushtarake, por jo tha me dron dhe me sekrete ushtarake, gjë që mund ta bëj fare mirë Kina. Zëpomo nga ana tjetër, nëse ky konflikt do të zgjasë për vite dhe ndërkaq do të dalë jashtë kontrollit, kush do të mbajë përgjegjësi dhe nga ana tjetër sa të rrezikshme do të jenë pasojat ekonomike? Nuk besoj që kjo luftë do zgjasë shumë, nuk e kanë as dëshirën as kapacitetin, sa do të jenë të fuqishëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ata me këtë intensitet të bombardimeve në Iran nuk kanë mundësi të vazhdojnë pafund këtë luftë. Duhet në radhë të parë të prodhohen dhe flitet që për të prodhuar ato sasi municione që Shtetet e Bashkuara të Amerikës konsumojnë në Iran duhen 5 vite të prodhohet, domethënë në Shtetet e Bashkuara. Kuptoj që ka dhe shtete tjera që prodhojnë për Amerikën etj. Por gjithsesi është e palogjikshme dhe pastaj është një luftë që nuk mund të kthehet në e dëmshme edhe nga ana ekonomike në mënyrë të hapur, sepse një dron i vogël që kushton disa mijëra dollar mund të goditet nga një raketë për të shpëtuar sigurisht dëmet më të mëdha për të kufizuar dëmtimet e mëdha të qyteteve, nga një raketë që kushton disa milion dhe kështu vazhdimisht. Dhe kjo është një luftë pastaj që sjell shkatrime dhe deformime ekonomike në vendet që ushtrojnë këtë luftë. Prandaj nuk besoj që është me leverdi të madhe zgjatja e luftës gjithsesi, por një interes i pjesshëm, i përkohshëm nga efekti shok që krijojnë çmimet e naftës dhe gazit, sidomos për Europën dhe Kinën,
për Shtetet e Bashkuara të Amerikës është i dëshirueshëm dhe është një nga frytet e luftës. E qartë, nga ana tjetër, zoti Pumo, sa i rrezikshëm është i gjithë ndeku mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit për mënyrën se si duhet të vazhdojë lufta dhe raportet mes aleatëve tradicional sigurisht janë jetike për të gjithë stabilitetin global, por dallimet strategjike nganjëherë mund të tregojnë edhe të krijojnë edhe tensione serioze. Është e vërtet, po gjithsesi kur flasim për lobin ebre, flasim për lobin ebre në nivelet më të larta të politikës amerikane, maksimale, dhe është një shtet i krijuar edhe nga lobi ebre, domethënë që ka marrë pjesë në mënyrë aktive në formimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, prandaj këtu nuk mund të flasim për një shtet që do të prishte marrëdhëniet me Izraelin ndonjëherë. Është e pamundur dhe e pa imagjinueshme. Por nga ana tjetër, gjithsesi ka dhe diferenca interesash, sepse interesat e Izraelit i dihen tashmë. Nga ana tjetër, Izraeli pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një zero. Është një shtet i fuqishëm, por është një shtet shumë i vogël, mikroskopik në krahasim me gjithë vendet që e rrethojnë. Dhe merita e Izraelit dhe aftësia e tij është vetëm se ai është miku më i ngushtë i Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Dhe pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Izraeli nuk do të duronte një luftë të gjatë me vendet arabe apo me Iranin, që siç e dim nuk është vend arab sigurisht. Por nga ana tjetër edhe politika izraelite që të godasin kur godasin, domethënë pa skrupull, domethënë edhe shkollat, edhe godasin fëmijët, vrasin gra dhe bëjnë në krime të tmerrshme që edhe nazistët nganjëherë do të tmerroheshin. Këto gjëra domethënë duhen sigurisht ndaluar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës mendoj që në këtë drejtim mund të bënin shumë më tepër për t'i frenuar domethënë ato oreksin sionist dhe të bënin të mundur një paqe më lojale, më interesante, më largpamse, duke mos i poshtruar dhe vrarë dhe prerë popull që janë rreth Izraelit, por të gjinin një kompromis dhe një konsensus në paqen botërore. Ndërkaq do të punë sa i përket edhe Turqisë, e cila historikisht ka kërkuar të luajë disi një rol kyç në lidhjen e mesme, herë si një ndërmjetës dhe nga ana tjetër herë si aktor aktiv politik. Mendoni se tashmë po synon Ankaraja të rrisë ndoshta ndikimin e saj përmes gjithë kësaj retorike të fortë që po përdor tashmë në këtë konflikt? Turqia është një vend, le të themi, që gjithmonë është përpjekur dhe në një farë mënyrë ka arritur të ketë interesat e veta në konflikte të ndryshme, mirë po në këtë konflikt të tanishëm nuk është Turqia iniciatori sigurisht, ndryshe ishte situata për shembull në Siri, kur domethënë sigurisht inkurajoheshin forcat antiqeveritare të Asadit, ndaj Asadit, kundër Asadit pra. Këtu në Iran sigurisht që Turqia është interesuar në konservimin e shtetit iranian, në mos shpërbërjen e tij, pasi dekompozimi i Iranit në shtetet të vogla, në shtetet domethënë mund të krijonte një rrezik të madh, jo vetëm për sigurinë në Gjirin Persik, por në mbar botën. Sidomos do të hapë ajo kutia e Pandorës dhe çështja e kurdëve do dilte në pah, domethënë si një nga le themi popujt që ka popullsinë më të madhe në botë, domethënë 40 milion kurd jetojnë, që nuk kanë shtetin e tyre, pra është kombi më i madh që nuk ka shtetin e tyre. Dhe sigurisht që vende të tilla, jo vetëm Irani, por edhe Iraku, Siria, por dhe Turqia, sidomos Turqia, do të dridheshin nga rreziku, le themi, i rikrijimit të rrezikut kurd dhe në këtë aspekt sigurisht që Turqia do të dëshironte që Irani të ishte një vend unik, domethënë që të vazhdonin politikën që vazhdojnë deri tash. Në një farë mënyrë Irani nuk ka qenë aleat i Turqisë asnjëherë, por nga halli tashmë Turqia është bërë dhe më e durueshme dhe kur kanë fluturuar disa rakete në drejtim të Turqisë, që janë fatmirësisht janë kapur nga forcat kundërerore të NATO-s, ka të ngjarë që këto kanë qenë sigurisht provat përfundimtare nuk ekzistojnë, por gjithsesi të paktën Irani kështu deklaron që këto kanë qenë raketa të lëshuara kastile nga Izraeli për të shpërthyer një luftë tjetër, një vatër të re lufte mes Turqisë dhe NATO-s nga një anë dhe Iranit nga ana tjetër. Pra për të inkuadruar NATO në mënyrë indirekte nga ana tjetër.
gjë që është pa sukses deri tash. Zoti Pullman, ndërkohë të gjithë në një klim tensioni ku çdo deklaratë politike ka sigurisht ndikim të menjëhershëm global dhe retorika e liderëve mund të ndesë ose ta shuaj konfliktin. Mendoni se të gjitha këto deklarata pra shëvin nga ana e Turqisë apo nga vende të tjera e ndihmojnë në zgjedhjen e kësaj krize në lidhjen e mesme apo ndoshta e përshkallëzojnë më shumë atë? Po, për sa i përket deklaratave të Erdoganit kohët e fundit, me sa dim, do të paktën me ato që kemi dëgjuar, janë deklarata të matura, që nuk, le të themi, nuk ndjellin mundësinë e përshkallëzimit të konfliktit, por gjithsesi Turqia është e vendosur sigurisht të mbrojë interesat e veta dhe territorin e vet, është e qartë, është logjike dhe është e drejtë. Nga ana tjetër ka varë se sa do me thënë këto deklarata paqëdashse de facto mund bien ndesh me dëshirën izraelite të ekspansionit dhe veprimeve të tyre për të ndërlikuar situatën në rajon për interesat e tyre. Gjithashtu Shtetet Bashkuara të Amerikës do të dëshironin sigurisht një goditje të Iranit edhe në anën toksore, por jo me duart e tyre, pasi është e qartë që një operacion toksor në Iran do të sillte viktima të jashtëzakonshme në forcat njerëzore, gjë që nuk e dëshirojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës, se këtë e kanë të qartë. Dhe prandaj, edhe nëse do të vijonte ndonjë sulm, le të themi në toksor në Iran, ai do të bëhej për kapjen e disa ishujve strategjik në gjirin e Hormuzit për të kontrolluar më tej, domethënë, lundrimin në atë zonë. E qartë, zdo nga ana tjetër, edhe akuzat për luftë të palishme, pra ashtu si kanë ardhur nga ana e Ankaras, hapin sigurisht një debat të gjerë mbi të gjithë legitimitetin e veprimeve ushtarake në rejon. Sot, zoti Pullman, kush vendos se çfarë është e lishme në konflikte ndërkombëtare? Është një pyetje shumë e drejtë me vend dhe gjithçka që bëhet është bërë, domethënë, një kaos total, jemi kthyer në mesjet, kur secili bën atë që do. Ligji ndërkombëtar është përdosur një herë për gjithmonë, domethënë OKB-ja është kthyer në Ligën e Nacioneve, Ligën e Kombeve të para luftës dytë botërore, që askush nuk e pyeste. Le të kujtojmë që në Ligën e Kombeve, kur për shembull Italia sulmoi Eritren, ato shumë kombe e dënuan këta akte kështu, por nuk morën dot asnjë gjë. Të njëjtën gjë po ndodhet tash, ku OKB-ja dhe Këshilli i Sigurimit që përbëhet nga vendet që sulmojnë nuk vendos asnjë gjë. Prandaj dhe ligji ndërkombëtar nuk funksionon. Nga ana tjetër funksionon regjimi i frikës dhe kush ka armën bërthamore është mbreti i situatës. Këtë gjë e dëshmon Korea e Veriut, që është një shtet te i varfëris, në skamja është e përtejshme, domethënë e pa imagjinueshme, por duke pasur domethënë armën bërthamore, kjo është një siguri dhe çuditërisht Korean e Veriut nuk e ngacmon njeri. Pra kjo tregon që në një farë mënyre Irani kur dëshiron të prodhoj armën bërthamore logjikon që me që e ka Izraeli pse mos ta kem unë. Kjo është logjika domethënë e të fortit. Sigurisht që mendoj që këtu nuk ka asnjë oscilacione dhe mendime të ndryshme ku superfuqit kanë të njëjtin interes që Irani sigurisht të mos ketë armën bërthamore. Mos përhapja e armën bërthamore është një nga, le të themi, pikat kyçe të mënjanimit të një lufte të mundshme bërthamore në të ardhmen. Prandaj ndoshta dhe shpresat për një tubim, le të themi, mes Kinës, Rusisë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës për sa i përket kufizimit të armëve bërthamore mund të arrihet në brenda këtij viti dhe jo më kohë, pavarësisht nga divergjencat dhe interesat e ndryshme gjeopolitike, ndoshta edhe strategjike mes Kinës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, por dhe Rusisë, jo më kohë flitet për vizitën e presidentit amerikan në Kinë, pa shkaqe është shtyr për një muaj, por gjithsesi këto gjëra bëjnë të mendojnë që sado të duket e shmendër kjo botë, gjithsesi secili ruan lëkurën e vet. E qartë, mirë, zoti Pullman, për ta mbyllur ndërkaq, deklaratat e Iranit për të kufizuar kalimin për Shtetet e Bashkuara të Amerikës përfaqëson sigurisht një sfidë direkte ndaj superfuqisë më të madhe ushtarake në botë. Mendoni se mundet ta përballojë Irani pasojën e një përballje të drejtë për drejtë me SHBA-n?
Nuk mendoj që dikush mund ta përballoj drejt për drejt fuqinë amerikane, por situata është, domethënë në terren është ndryshe, nuk është një fushë, domethënë një battlefield ku si në Irak, ku më tepër Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin jo vetëm domethënë shkretirën përpara, por edhe le të themi forcat e ndryshme aleate që ndihmuan Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe më tepër dhe Rusia bile se ka përkrahur sidomos në pjesën e parë të luftës me Irakun. Ndërsa këtu situata është komplet ndryshe, është ndryshim thelbësor. Irani sigurisht që është më i sofistikuar, ka një relief të ndryshëm me male, me pengesa natyrale, me fortifikime të jashtëzakonshme dhe jo më larg se dje ata publikuan domethënë nën tokë depozita të ndryshme të mëdha të jashtëzakonshme me armë, me municione. Dhe çuditërisht Irani doli që ka dhe një, le të themi, një përgatitje të mirë raketore dhe flitet që të paktën 1/3 e rezervave të raketave në Iran vazhdon të disponojë, gjë që përbën një rrezik të madh, jo aq për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe bazat e tyre që tashmë janë në një farë mënyrë evakuuar ose janë marrë masa për të pavarësisht se goditjet vazhdojnë çdo ditë pothuajse, por më tepër rreziku është për Izraelin që edhe Iron Dome, pra kjo kupula e hekurt që e lavdëronin vazhdimisht, doli që është jo shumë efikase ndaj raketave izraelite. Mirë po çuditërisht doli që edhe disa raketa iraniane janë më tepër efikase ndaj edhe sistemeve Patriot që janë përdorur për shembull në Katar dhe iranianët goditën le të themi një rezervuar të madh gazi që shkaktoi edhe rritjen e mëtejshme pastaj të çmimit të gazit në botë. Dhe këto sigurisht këto mundësi e bëjnë Iranin shumë më të rrezikshëm, shumë më të qëndrueshëm, por sigurisht që në qoftë se trupat e NATO-s për shembull, do të supozonim që do futeshin në territor me humbi të jashtëzakonshme, sepse kjo nuk diskutohet, kuptohet që nga të dyja palët, po do të ishte një luftë e përgjakshme që do të sillte ndoshta fitoren e përkohshme, por edhe po të arrini në një fitore të tillë, të qëndrosh ta mbash fitoren më tej pastaj me trupa okupuese në vend, do të ishte shumë e vështirë. E qartë. Mirë, zoti Po, më kemi arritur në fund, ju falenderoj për gjithë informacionet. Ishte kënaqësi. Ishte kënaqësi. Mirë, të nderuar televizionistë, kemi arritur në fund të këtij emisioni dhe për ditën e sotme, bashkë do të shihemi sërish nesër deri atëherë, mirupafshim.